Hija pas derës së hapur, kush po e largon vërtet Limin nga Big Brother Kosova? Largimi i Limit nuk ishte thjesht një dalje nga loja. Ishte një enigmë e lënë për gjysmë, një fjali e thënë me gjysmë zëri dhe një derë që u mbyll pa shpjegim të plotë. Në shtëpi dhe jashtë saj lindi pyetja që ende nuk ka përgjigje: kush po e largon Limin? Kur ai doli para banorëve dhe tha se kishte lënë një shënim jashtë, se nëse ndodhte ajo gjë do duhej të dilte menjëherë, të gjithë menduan për diçka familjare, për një arsye personale. Por më pas erdhen fjalët që trazuan ujërat. Kur ti biesh derës time, hyr vetëm nëse ke fituar. Ndryshe jo. Kjo fjali nuk i drejtohej askujt tjetër përveç Albës. Dhe aty nisën të gjitha dyshimet. Apo e largon produksioni për arsye që nuk bëhen publike? A është presion nga jashtë, nga familja e tij? A është një strategji e Limit për të kthyer në mbështetësin më të madh të Albës jashtë mureve? Askush nuk e di me siguri. Në shtëpi versionet janë të shumta. Disa banorë mendojnë se produksioni ka ndërhyrë pas tensioneve të vazhdueshme rreth tij. Të tjerë besojnë se Limi vetë ka kërkuar daljen, i lodhur nga pesha emocionale që mbante prej javësh. Por ajo që e bën historinë më të ndërlikuar është lidhja e tij me Albën. Një raport plot përplasje, xhelozi, afrim dhe largim. Një histori që nuk u sqarua kurrë deri në fund. Kur ai tha se do ta mbështes nga jashtë, shumë e lexuan si deklaratë dashurie të fshehur. Të tjerë si kusht të ashpër: fito që të kesh vend pranë meje. Alba mbeti e ngrirë kur e dëgjoi. Nuk qau, nuk foli gjatë, vetëm përshpëriti. Unë luaj për veten. Por sytë e saj tregonin tjetër gjë. Produksioni nuk dha shpjegim të detajuar. Dhe sa më shumë heshtje, aq më shumë teori. Në rrjetet sociale u krijuan dy kampe, ata që besojnë se Limi u shtyr të largohej dhe ata që mendojnë se po ndërton një strategji të madhe jashtë për ta bërë Albën fituese. Fjalët e tij tingëllonin si amanet. Do të jem jashtë duke të parë. Por dua të vish. Fituese. A është kjo dashuri apo kontroll? Mbështetje apo kusht? Disa banorë e komentuan hapur. Lëndrimi tha se Limi po bën lojë edhe nga jashtë. Benita mendon se pas largimit fshihet një hall real që nuk lidhet me formatin. Hygerta tha se e vërteta do dalë vonë. Ndërsa Alba mbeti në mes të kësaj stuhje. Çdo hap i saj tani shihet në hijen e Limit. Çdo nominim, çdo debat, çdo buzëqeshje lidhet me pyetjen: apo luan për vete apo për premtimin ndaj tij? Nata kur ai doli nga dera kryesore dukej si sken filmi. U kthye edhe një herë dhe tha: mos harroni kush jeni. Por syt i kishte vetëm te Alba. Mbase ai po largohet për ta mbrojtur nga vetja e tij. Mbase po ikën për t'i hapur rrugë. Ose mbase po ndërton kapitullin e dytë të historisë jashtë kamerave. E vërteta mbetet pezull. Big Brother ka parë shumë largime, por pak kaq të paqarta. Limi nuk la pas vetëm valixhen, la një pikpyetje të madhe që rëndon mbi lojën. A do ta ndryshoj kjo rrugëtimin e Albës? A do të kthehet ai në zë? Mos u kthe pa fitore, fjala që e mban njeriu në këmbë. Ka fjalë që peshojnë më shumë se çdo çmim. Fjalë që kur ti thot dikush i yti, të bëhen si dorë mbi shpinë, si shtytje kur këmbët nuk mbajnë më. Një mesazh i tillë mbërriti në shtëpinë e Big Brotherit, një zë nga jashtë që i tha asaj: bëhu e fortë. Mos hajde në shtëpi pa e fituar lojën. Ajo po rrinte në obor, me filxhanin e kafes në dorë, e lodhur nga ditët e gjata, nga debatet, nga malli. Kur zëri i lexoi fjalët, syt ju mbushën me lodh. Ishte sikur dikush nga bota e saj e vërtet kishte hyrë për pak sekonda brenda atyre mureve. Je shumë e mirë. Vazhdo përpara. Jepi edhe ca kilometra të fundit, kanë mbetur pak. Këto fjali nuk ishin thjesht motivim për lojë. Ishin kujtesë se jashtë dikush po e priste, dikush besonte verbërisht tek ajo, edhe kur vet ajo dyshonte. Në atë moment asaj ju kthyen në mendje ditët e para kur kishte hyrë në shtëpi. Frika, pasiguria, ndjesia se ndoshta nuk do t'ja dilte. Sa herë kishte menduar të dorëzohej? Sa herë kishte thënë me veten, nuk jam për këtë vend. Por tani dikush po i thoshte qartë: mos u kthe pa fitore. Fjalët vazhdonin. Kur të vish të shtëpia, dua të vish me fitoren e Big Brother Kosova.
Ajo mbylli sytë dhe e pa veten duke kaluar derën e shtëpisë së saj reale, me kupën në dorë, me familjen që e përqafon, me krenarinë në sy. Ai imazh ju bë karburant. Banorët e tjerë e panë që ishte prekur. Disa ju afruan dhe e përqafuan. Ata e dinin se sa peshë kanë mesazhet nga jashtë, sidomos kur vinë nga njerëzit e zemrës. Ajo filloi të flasë me zë të ulët. Unë kam ardhur këtu për ta çuar deri në fund. Për veten, për familjen, për ata që më besojnë. Në atë shtëpi të mbyllur, ku emocionet përplasen çdo ditë, një fjalë e tillë bëhet si betim. Ajo e ndjeu se nuk ishte më vetëm lojtare, por përfaqësuese e një ëndre. Ditët që pasuan e gjetën më të fortë. Në debate nuk u tërhoq më lehtë. Në sfida nuk u dorëzua. Sa herë lodhej, i kujtoheshin fjalët, jepi edhe ca kil. O metra të fundit. Ajo filloi ta shohë rrugëtimin si maraton, jo si sprint. Çdo mëngjes zgjohej me mendimin se finalja po afrohej. Çdo natë flinte duke i folur vetes, do t'ja dal. Mesazhi nga jashtë u bë si busull. Kur dikush e provokonte, ajo buzëqeshte dhe mendonte për ditën kur do kthehej në shtëpi fitimtare. Kur malli e merrte për fund, i përsëriste vetes se sakrifica ka kuptim. Një mbrëmje, duke biseduar me Benitën, ajo tha: "E di pse nuk dorëzohem. Sepse nuk dua të shkoj në shtëpi me kokën poshtë. Dua të shkoj me trofeun në dorë." Këto fjalë u përhapën në shtëpi. Disa i panë si krenari, disa si guxim, por askush nuk e mohoi vendosmërinë e saj. Big Brotheri të zhvesh, të lodh, të përballë me anët më të vështira të vetes. Por kur dikush të pret jashtë me besim absolut, njeriu gjen forca që as vet nuk e dinte se i kishte. Ajo filloi të numëronte ditët jo me ankth, por me shpresë. Çdo nomini me shite si provë drejt finishit. Çdo lot e kthente në energji. Në një nga ditët. Në Big Brother Kosova ekziston një rregull i pashkruar: mund të luash me strategji, me aleanca, me heshtje, por jo me mendje të hapura për nominime të koordinuara. Ajo mbrëmje tregoi se kufiri mes lojës dhe shkeljes është më i hollë se fija e flokut. Gjithçka nisi pas dite, kur në obor u krijuai ashtu quajturi treshi për sheshi Heliona, Klodi dhe Londrimi. Ata po flisnin me zë të ulët, duke hedhur ide se kush duhej nxjerrë në nominim javën e ardhshme. Nuk ishte bisedë e rastësishme, ishte plan i pastër, me emra konkret, me arsyetime, me llogari votash. Kamerat e kapën çdo fjalë. Publiku jashtë e kuptoi menjëherë se po shkelej një nga rregullat më të forta të formatit. Brenda shtëpisë, megjithatë, askush nuk e mendonte se ndëshkimi do të vinte kaq shpejt. Mbrëmja po binte kur zëri i vëllait të madh jehoi në altoparlant. "Banor, mblidhuni të gjithë në sallon." Toni i ftohtë nuk paralajmëronte asgjë të mirë. Në tavolinën e mesit qëndronte zarfi i zi, simboli i frikës së çdo banori. Sa po e panë, fytyrat u zbehen. Disa ulën kokën, të tjerë filluan të hamendësonin. Eliona i hodhi një shikim të shpejt Klodit. Londrimi kafshoi buzën. Ata e ndjen të parët se stuhia po vinte drejt tyre. Zarfi u hap nga një prej banorëve. Zëri që lexonte dridhej. Vëllai i madh ka vërejtur biseda të koordinuara për nominime, gjë që është ndaluar. Për këtë arsye, banorët Eliona, Klodi dhe Londrimi shkojnë automatikisht në nominim kokë më kokë. Një heshtje e rëndë mbuloi dhomën. U dëgjua vetëm frymëmarrja e shpejtuar e tre të përmendurve. Banorët e tjerë u panë mes vete, disa me habi, disa me një lloj lehtësimi të fshehtë. Eliona u ngrit e para. "Kjo është e padrejtë," tha. "Ne thjesht po bisedonim si gjithë të tjerët." Klodi u përpoq të ruante qetësinë, por fytyra e tradhtonte. "Nuk kemi bërë plan, kemi dhënë mendime," shtoi ai. Londrimi, zakonisht më i zëshmi, mbeti i heshtur. E dinte se fjalët e tyre ishin më shumë se mendime. Ishin llogari të pastra loje. Reagimet nis. Në menjëherë. Disa banorë përkrahën vendimin, duke thënë se rregulli është rregull. Të tjerë e panë si mas të ashpër. Diskutimet u ndezën. "Po të gjithë flasim për nominime," tha njëra nga vajzat. "Po jo me marrëveshje të hapur," ja ktheu një tjetër. Treshi u izolua emocionalisht brenda pak minutash. Aleancat e djeshme u bën të paqarta. Secili filloi të mendonte për lëkurën e vet.
Eliona u mbyll në dhomën e gjumit dhe qau në heshtje. Ajo e kishte frikë daljen, e kishte frikë mënyrën si do ta gjykonte publiku. Klodi ul në obor, me duar në kokë, duke përsëritur se kishte bërë gabim që ishte futur në atë bisedë. Lëndrimi shëtiste pa drejtim, herë nervoz, herë i dorëzuar. Shtëpia ndryshoi klim brenda një ore. Misit u vunë në provë. Disa filluan të distancoheshin nga treshja, nga frika se mos ndëshkimi prekte edhe ata. Loja mori një kthes të ftohtë. Më vonë, vëllai i madh thirri sërish. Ky nominim është për të kujtuar se loja luhet individualisht, jo me pazare. Fjalët ranë. Mëngjeset në Big Brother zakonisht zgjohen me shumë filxhanësh, me biseda të përgjumura dhe me shaka të lehta. Por ai mëngjes nuk i ngjante asnjë tjetri. Në dhomën e gjumit drita hyri e zbeth, ndërsa Dolce u ngrit me një ndjesi të çuditshme në trup. Barku i dhemte, koka i sillej dhe një val e papritur të përzierash e detyroi të vraponte drejt banjos. Askush nuk e vuri re në fillim. Vetëm Hygerta, që po rregullonte flokët para pasqyrës, dëgjoi zhurmën e derës dhe e pa Dolcen të zbeth si letër. Pas pak erdhi edhe Limi, ende me sytë gjysmë të mbyllur nga gjumi. "Çfarë ke?" e pyeti ai me një zë ku përziej për kujdesja dhe frika. Dolce lau fytyrën me ujë të ftohtë, mori frym thellë dhe i pa të dy në sy. Heshti disa sekonda, sikur po kërkonte guximin për ta thënë me zë mendimin që po e torturonte. "Më duket se kam ngelur 7 zën." Fjala ra sigur në dysheme. Hygerta hapi sytë e habitur, ndërsa Limi u mbështet pas murit, sikur dikush t'i kishte hequr forcën nga këmbët. "Çfarë po thua, Dolce?" belbëzoi ai. Ajo ngriti supet. "Nuk e di, kam ditë që nuk jam mirë. Të vjella, dhimbje barku dhe kam një ndjesi që se kam pasur kurrë." Në atë banjo të vogël u krijua një botë më vete. Jashtë vazhdonte rutina e shtëpisë, por brenda 3 njerëz po përballeshin me një lajm që mund t'ua ndryshonte jetën. Limi u ul në cep të vaskës. Fytyra i humbi ngjyrën. Në kokë i kaluan një mijë mendime njëherësh, kamerat, familja jashtë, Alba, publiku, përgjegjësia e madhe e një fëmije. Mos ta marr vesh Alba, tha instinktivisht. Do bëhet dramë e madhe. Hygerta e pa me qortim. Kjo nuk është çështje drame, por jete, ia ktheu ajo. Dolce nuk po mendonte për asnjë lojë. Ajo po prekte barkun me dorë, e trembur dhe e hutuar. Në mendje i vinin imazhet të nënës së saj, të jetës jashtë, të ëndrave që nuk e kishin përfshirë kurrë këtë skenar. "Unë s'jam gati", pëshpëriti. "Po nëse është e vërtetë?" Limi u ngrit dhe u përpoq të dukej i fortë. I kapi duart. "Do e përballojmë bashkë", tha, edhe pse as vetë nuk e besonte plotësisht fjalën që sapo kishte thënë. Zhurma e shtëpisë po afrohej. Banorët po zgjoheshin, dikush thërriste për kafe, dikush qeshte me zë të lartë. Brenda banjos, megjithatë, koha kishte ndaluar. Dolce filloi të qante në heshtje. "Kam frikë, Lim. Frikë nga çdo gjë." Ai e përqafoi, ndërsa Hygerta qëndronte si dëshmitare e një sekreti të rëndë. Ajo u bëura e pare arsyes, u foli për test, për mjek, për qetësi, për faktin se asgjë nuk vendoset me panik. Por fjala 7 zën tashmë kishte dalë dhe nuk kthehej më pas. Kur dolën nga banjo, shtëpia ju duk tjetër. Çdo shikim i banorëve ju duk i dyshim, çdo kamerë më e afërt se zakonisht. Alba po pinte kafe në obor dhe qeshte me dikë. Limi e pa dhe zemra ju shtrëngua. "Si t'ja them asaj", mendoi. Dolce u ul në divan, e heshtur. Brenda saj po zhvillohej një betejë e madhe, mes frikës dhe një ndjenje të çuditshme butësie për atë mundësi jete. Ajo nuk donte skandal, as dramë televizive. Donte vetë. Në Big Brother Kosova ekziston një rregull i pashkruar: mund të luash me strategji, me aleanca, me heshtje, por jo me mendje të hapura për nominime të koordinuara. Ajo mbrëmje tregoi se kufiri mes lojës dhe shkeljes është më i hollë se fija e flokut. Gjithçka nisi pas dite, kur në obor u krijuai ashtu quajturi treshi për sheshi Heliona, Klodi dhe lëndrimi. Ata po flisnin me zë të ulët, duke hedhur ide se kush duhej nxjerrë në nominim javën e ardhshme. Nuk ishte bisedë e rastësishme, ishte plan i pastër, me emra konkret, me arsyetime, me llogari votash. Kamerat e kapën çdo fjalë.
Publiku jashtë e kuptoi menjëherë se po shkelej një nga rregullat më të forta të formatit. Brenda shtëpisë, megjithatë, askush nuk e mendonte se ndëshkimi do të vinte kaq shpejt. Mbrëmja po binte kur zëri i vëllait të madh jehoi në altoparlant. Banor, mblidhuni të gjithë në sallon. Toni i ftohtë nuk paralajmëronte asgjë të mirë. Në tavolinën e mesit qëndronte zarfi i zi, simboli i frikës së çdo banori. Sa po e pan, fytyrat u zbehen. Disa ulën kokën, të tjerë filluan të hamendësonin. Eliona i hodhi një shikim të shpejt Klodit. Lëndrimi kafshoi buzën. Ata e ndjen të parët se stuhia po vinte drejt tyre. Zarfi u hap nga një prej banorëve. Zëri që lexonte dridhej. Vëllai i madh ka vërejtur biseda të koordinuara për nominime, gjë që është ndaluar. Për këtë arsye, banorët Eliona, Klodi dhe Lëndrimi shkojnë automatikisht në nominim kokë më kokë. Një heshtje e rëndë mbuloi dhomën. U dëgjua vetëm frymëmarrja e shpejtuar e tre të përmendurve. Banorët e tjerë u pan mes vete, disa me habi, disa me një lloj lehtësimi të fshehtë. Eliona u ngrit e para. Kjo është e padrejtë, tha. Ne thjesht po bisedonim si gjithë të tjerët. Klodi u përpoq të ruante qetësinë, por fytyra e tradhtonte. Nuk kemi bërë plan, kemi dhënë mendime, shtoi ai. Lëndrimi, zakonisht më i zëshmi, mbeti i heshtur. E dinte se fjalët e tyre ishin më shumë se mendime. Ishin llogari të pastra loje. Reagimet nis. Në menjëherë. Disa banorë përkrahën vendimin duke thënë se rregulli është rregull. Të tjerë e panë si mas të ashpër. Diskutimet u ndezën. Po të gjithë flasim për nominime, tha njëra nga vajzat. Po jo me marrëveshje të hapur, ja ktheu një tjetër. Treshi u izolua emocionalisht brenda pak minutash. Aleancat e djeshme u bën të paqarta. Secili filloi të mendonte për lëkurën e vet. Eliona u mbyll në dhomën e gjumit dhe qau në heshtje. Ajo e kishte frikë daljen, e kishte frikë mënyrën si do ta gjykonte publiku. Klodi ul në obor, me duar në kokë, duke përsëritur se kishte bërë gabim që ishte futur në atë bisedë. Lëndrimi shëtiste pa drejtim, herë nervoz, herë i dorëzuar. Shtëpia ndryshoi klim brenda një ore. Misit u vunë në provë. Disa filluan të distancoheshin nga treshja, nga frika se mos ndëshkimi prekte edhe ata. Loja mori një kthes të ftohtë. Më vonë, vëllai i madh thirri sërish. Ky nominim është për të kujtuar se loja luhet individualisht, jo me pazare. Fjalët ranë.